Paqja me ju o vëllezër dhe motra. Sot e mërkura e madhe kisha sodit misterin e dorëzimit të Zotit, e tradhtimit. Hyjat ka dorëzuar birin e vet lirisht në mënyrë falas, por edhe e bën nëpërmjet pranimit të dorëzimit të Judës, të tradhtimit e tij, edhe në Judën jemi të gjithë përfaqësuar. Edhe Zoti dëshiron që ne të njohim më mirë çfarë kemi në zemër, që të njohim të kundërshtimet që kena për brenda, që ne jena shumë të ngjashëm me Judën Iskariot. Edhe Zotin nuk i vjen në verit për ne. Zoti e njeh shumë mirë që kemi në zemër. Edhe je kallzon. Dikush prej jush do të me tradhtoj. Ai thot, ai që po ngjyen kafshatën me mua në pjatë, ai do të me tradhtoj. Do me thënë, ai që ngjyen kafshatën në pjatë me një dikën tjetër, është një person që është në intimitet, një person shumë i afër. Juda ka kënë si di shepujt e tjerë. Edhe ai ka debu djajt, edhe ai ka bërë mrekullit në emër të Jezusit, edhe ai ka dëgjuar fjalët e Jezusit. Është puna jon. Juda është imazhi jon, imazhi i të gjithë neve që jena të thirrur me pas një intimitet me Krishtin. Dhe realiteti është që ne që ngjyem kafshatën me Jezusin, jemi shumë kërë si Juda. Juda, nga ana e jashtme, duket se është një njeri për mirë, një njeri që nuk dihet që është tradhtar. Si puna jonë shumë kërë, që dhe mund të shkojmë edhe në mesh, dhe me marrë pjesë edhe në lutin, por për brenda, edhe me shumë mendimet edhe gjana që nuk i përkasin Zotit. Do qëta edhe me gjykimet ndaj dikuj tjetër, me murmuritje, me unikatjen edhe në jetën, sa ke unikasim ne për gjana që ndodhin në jetën tonë, edhe ne jena ashtu. Juda, thuhet shumë njerëz, disa njerëz mendojnë se Juda ka tradhtuar Jezusin, që Jezusi të shkonte të ftohet në lavdin e vet. Juda mendonte që Krishti kishte me tregu që ai ishte shpëtimtari, por jo nëpërmjet kryqit, por nëpërmjet pushtetit. Edhe pushtetit përpen në shtruan të tjerët. Ai nuk ka kuptuar mirë. Jezusi nuk ka kuptuar figurën, misionin e shërbetorit të Javeut. Sot kemi këngën e tretë në leximin e parë. Edhe shërbetori i Javeut është ai që ka me marrë mbi vete refuzimet e njerëzve, përbuzjet, pështymat në fytyrë, edhe nuk rebelohet. Edhe Juda nuk ishte kuptuar këtë gjë. Edhe shumë kërë ne jemi ashtu, që ne i kërkojmë, mendojmë që Zoti ka me basi si pas mendimeve tona, sa herë në lutje ne kërkojmë që Zoti të rregulloj gjanat që ne mendojmë në fundit që Zoti ka gabuar. Në historinë tënde, gjanat që ti kërkon prej Zotit që ai të rregulloj, a nuk e ndoshta të mendu se jeta jote ashtu si që është jeta e fëmijëve nuk shkon mirë? E atëherë ti e kallzon Zotit, të tregoj unë si duhet të bësh. Atëherë ti ke me vakë gjë me djalin tim, me burrin tim, me gruan time, ke me vakë gjë me mua, me punën që kam, edhe i diktojmë, i themi Zotit si duhet të bëj ai gjanat. Pak a shumë si puna Judes. Edhe është mirë që ne sot të bëjmë këtë pyetje për veten tonë. A mos jam unë, Zotëri, që kam e të tradhtu ty? A mos jam unë? Të gjithë bëjnë këtë pyetje dhe e shëndosh që ne ta bëjmë edhe për veten këtë pyetje. Edhe Krishti kallzon Judes.
ti po thua. Dhe nëse vërtet ti më tradhton, por si përgjigjet dhe ndrijon? Nuk rebelohet, hap krahët e veta edhe i tregon dashurinë e pamas që ai ka për ne. Edhe Zoti dëshiron që ne të gëzohemi në këtë realitet, që po është e vërtet që ne jena tradhtar, që ne jena mëkatar, realisht jemi mëkatar. Por Zoti don nusën e vet tradhtare. Zoti na don pamas. Askush në këtë botë martohet, pranon dikënd që e din që ka me tradhtu. Nëse ti e din që gruaja jote me të cilën ti ke dëshirë mu martu do të tradhtoj, ti nuk martohesh me atë person. Zoti e dinte, edhe megjithatë ka pas qef dëshirë për të kremtuar pashket e veta, me lidh martesën kurore në shenjtë me nusën e vet tradhtare. Edhe me ken ai gjithmonë besnik ndaj nesh. Vetëm ai me këtë dashuri falas ka mundësi me shiru në thellësi tradhtit tona. Tërkurajo, le ta pranojmë këtë realitet që ne jena ashtu, por ma shumë që Zoti na don, edhe që Shpirti i Shenjtë, Shpirti i Tij ka mundësi me shënderru zemrat tona, që dhe ne të jena besnik, da i vetmi të është në thellësi me të vërtet gjithmonë besnik ndaj nesh, që është Krishti. Që lëptu Jezu Krishti.